Kjo qendër gjithsej ka 8 vend votime, mirë po çfarë vlen theksotër se në vend votimin pra numër 7 ku gjendemi edhe ne aktualisht deri tash pati shumë probleme themi kështu pasi nuk nisi procesi zgjedhor për gjithë qytetarët që janë të përcaktuar që të votojnë në këtë pjesë në këtë vend votim pasi nuk funksiononin kamerat. Pavarësisht kësaj kamerat nuk po funksionojnë as tash përveç kamerës të televizionit ton, të tjerat janë vetëm figurë dhe aktualisht mund themi se procesi i votimit në këtë qendër vetë se filloi pa funksionimin e saj, ndërkohë që pra kur është ora diku 10 minuta para orës 8, pra në këtë vend votim pra filluan edhe qytetarët e parë për të votuar siç po shihet dhe tashmë një valë themi kështu qytetarëve që u grumbullua prej orës 7 të mëngjesit për të votuar në këtë vend votim vetë sa e krytën pra këtë obligim të tyre dhe tashmë mund të faktikisht mund themi se edhe zyrtarët e kësaj qendre na njoftuan se i kanë njoftuar edhe ekipet të cilat janë kompetente për të rregulluar këtë problem, pra për të rregulluar telashin me kamerat në këtë qendër, pra në këtë vend votim dhe të shohim se a do të shkojë gjithçka në rregull dhe sa do të ketë ndoshta edhe telashe të tjera përveç kësaj. Ndërkohë në këtë qendër të votimit, siç e përmenda që është një prej më të mëdhave në kryeqytet, të drejtën e votës mund ta shfrytëzojnë afro 7.000 pra qytetar Prishtinas në 8 vend votime. Këto janë gjitha informacionet e para cilat mund t'i ndajmë ju në këto momente, ndërkaq për gjitha detajet e tjera patjetër që do të lidhemi në lidhjet e tjera direkte.